Nik, a ke refuzuar ndonjë rol vetëm sepse nuk të arritste nivelin? Po. Aldo, a ke përdorur ndonjë konflikt si material për një ide filmi? Po. Nik, të qenurit aktor, të ndihmon më shumë me femrat apo të penalizon? Po, ku s'ka po jo. Penalizon. Të shërben të qenurit aktor? Ja, se përdor kur si armë. Aldo, hyrja në Big Brother ishte më shumë për famë apo për eksperiencë? Më shumë eksperiencë, sepse kam dashur që 20 vjeç, si eksperiencë. Nik, më shumë kishe kimi me Luanën në Pëlec për jetë apo me Gokçek tek qyteti i humbur? Me Luanën, ajo është harru, se mbajnë mend. Aldo, në këtë film, a do doje edhe më shumë puthje? O, po. Pa dyshim. Nik, a ke kërkuar ndonjëherë të ndryshosh një skenë sepse nuk të binte? Po, gjithmonë, jo dhe një herë, disa herë. Aldo. Te filmja dhe filmja, po. Abe. Ndryshim, da. Ndryshim total, jo. Se si ti ke për filmin tonë, jo, këtu jo, e kemi superuar. Aldo, a ke ndryshuar ndonjë skenë për shkak të aktorit? Gjithmonë. Nik, a mund të shëndrohen gjyrimet në romanca të vërteta? Po, mundet. Aldo, i hapur për njohje të reja, apo i hapur për i bashkim me ish bashkëshortën? I hapur për njohje të reja. Nik, je më impulsiv në jetë reale apo në set? Menaxhit të dyja, shumë mirë. Aldo, je më i rap në set apo më i qetë jashti? Më i qetë në set, më i rap jashti. Nik, a mund të kthehen ndonjëherë afrimitetet në set në diçka reale? Po mund të kthehen probleme si përqasjes ti, unë kam parim që nuk i futem asaj rrugë në set, po kam parë që kam ndodhur. Aldo, a ke parë ndonjëherë që një lidhje në set kalon në jetën reale? Kam parë. Nik, kur dehesh, kujt i shkruan zakonisht? Është një repertor aty. është me radhë, më bërë. Varet sa gota. Nga oja të goja. Deri në 3 gota ka një listë. 5 gota. Në shtetë. Aldo, kur dehesh, kujt i shkruan zakonisht? Njerëzve të gabuar. Nik, a ke ndjerë ndonjëherë xhelozi për suksesin e një kolegu? Kur, ja. Për kundërta. Aldo, a ke pasur ndonjëherë favorit në kast? Kam pas, është e pashmangshme, po nuk e tregoj, po njeria më thonë. Nik, a ke marrë ndonjë goditje reale gjatë xhirimeve? Po, edhe nga vetja, pa dëpë. Po, ato janë pashmangshme. Aldo, cili ka qenë momenti më i vështirë në xhirime për ty? Ka qenë akti i tretë i filmit, sepse ishte moti shumë i paqëndrueshëm, edhe u kthy në sfidë të vërtet. Ndërkohë aktori kishte avionin, do ikte, ishte dita e fundit e tij, moti ishte shumë i paqëndrueshëm, vonë ishim dhe u desh ta xhironim me instinkt, shumë shpejt. Nuk ndjehet as pak kur shikon filmin, po ne dim çka kemi heq, kështu që po. Nik, deri në çfarë niveli do të shkoje për një film? Sa kilogram do t'i humbje? Interesante. Derisa mos ishte rrezikshme për jetën. Aldo, deri ku do shkoje për ta bërë një film perfekt? Shpresoj, edhe pak a shumë një të përgjigjes si Niku, shpresoj që të mos të cënojmë shëndetin fizik, sepse kur je duke bërë një film, e fundit që mendon është shëndeti fizik. Distancë, deri në Hollywood, në këmbë, shkonte. Nik, atë ka tunduar ndonjëherë politika? Jo, kur nuk kam asnjë, më thënë, e kam shumë neutrale dhe opinionë politike. Aldo, atë ka tunduar ndonjëherë politika për ego? Asnjëherë. Nik, a i lexon komentet online edhe kur thua që nuk të interesojnë? Jo, më shumë më detyrojnë shoqni, prindër, familja që thonë, ka shikojnë të mira, në bukur, nuk i kam pa fyre, pa kështu, por nuk më... Aldo,
Sa ndikojnë komentet online në vendimet e tua? Që së bëhet fjalë për film, unë dua ta kem një sy tek publiku për të kuptuar çfarë po kërkon, në çfarë momenti është, mbase është e komedia më shumë, mbase është e aksioni më shumë. Në këtë aspekte dëgjoj, në aspekte tjera fare. Nik, a ki pasur momente që ke qenë më kreativ se regjisore? Po, Nxirre skena. po, Zgjidhje, koreografish. po. Aldo, a ke pasur moment që i ke thënë aktorit mjaft, kështu do bëhet? Mjaft nuk e kam thënë, po kështu do bëhet po. E kaluat sfidën me sukses. Ke